Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendroj Allahun e lartësuar, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Ka thënë autori i librit Sharh Sunnah, Imam Barbahari rahimahullah: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم pjesë e akides ehlu sunna e besimit të pastër është besimi në haudhin, në pusin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Wa li kulli nabiyyin haud, dhe çdo pejgamber ka pas haud, illa Salih an-nabi alayhi salam, përveç Salihut alayhi salam, i cili fa inna hauduhu dar'u naqatihi, haudi i tij ka qenë qumshti i devës së tij. E shpjegojmë në fund që kjo pjesë është pasakt. Pra që Nuhi alayhi salam ka pas qumshtin e devës së tij, pra është hadith me udhu, që të mos e ngatroj. Min aqaid, thotë Sheikh Rabi rahimahullah, min aqaid ahli sunna wal jamaa, nga akidi ahli sunneti dhe xhamatit është el imanu bi anna li rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besu që i dërguari ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam ka pas haudhan adhima, e ka pas një pus të madh, do ta ketë pusin e madh në tokën e mahsherit. Aty do të pinë besimtarët nga ummeti i tij. Men shariba minhu shurbatan, kush pin vetëm një herë në haudhin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, la yadhma ba'daha abada, asnjëherë nuk ka me u e çtu. Thot Sheikhu: wa qad tawatarat al-ahadith al-warida fi hadha al-hawd al-azim, kanë ardhur argumentet me transmetime të shumta se pejgamberi sa ka haud. Çka do të thot? Wa qad balagha adad ruwat hadith al-haud hawla 80 sahabiyya, afër 80 sahabe kanë transmetuar lidhje me haudhin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Për shembull, ne kemi një hadithin e njohur innamal a'malu binniyat, veprat vlerësohen sipas qëllimit. E dini që këtë hadith madhështor, veprat vlerësohen sipas niyetit, është për haditheve më të rëndësishme që i qartësojnë umetit që vepra bazë duhet ta ketë sinqeriteti. Këtë hadith e ka transmetuar vetëm një sahabi, vetëm një tabiin, vetëm një tabi'at. Pra, në krejt zinxhir është vetëm nga një transmetues. Edhe krejt umeti e ka pranuar këtë hadith si të saktë. E ka pranuar këtë hadith si të saktë. E çka do të thotë? Pra, hadithi i njohur që kush emigron për hir të ndonjë dunjas ose të një gruaje, hadithi është i njohur. Veprat vlerësohen sipas niyetit. E ka transmetuar vetëm Omer radhiyallahu anhu. Po për haudhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, 80 sahabë janë transmetuar për tyne që kanë folur për haudhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Diçka domethënë është e pakontestueshme. Pse pa përmend Sheikh Rabia çat 80 sahabi për me eliminu çdo dyshim që mund t'ja ufusin Mu'tazilet apo Rafidhat, të cilët apo fraksione tjera, më falni, Mu'tazilet se Rafidhat e pranojnë këtë hadith, që do ta përmendim vjen. Edhe e pranojnë me qëllim të keq, se aty thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë do të pyes ku do të jenë, ku janë ata shokët e mi, është për qëllimi ku janë ata muslimanë, pra, edhe i thuhet ti nuk e di çka ka ndodhur pas tyre. Pra shpjegojmë atë pjesë. E kanë me qëllim të keq Rafidhat këtë hadith për mi godit shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për shembull, Sheikh Rabia i përmend dhe thot hawali 20 hadithan min 20 sahabiyyan. Vetëm Sahih Bukhari dhe Sahih Muslim janë afër 20 hadithe që flasin për haudhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra, që ta keni qartë, po në vim hadithet e kuptoni, haudhi është burim pa hina në xhenet, do të ringjallën mbi këtë tokë. Kjo tokë quhet toka e mahsherit. Kur njerëzit ringjallën, çet tokë do të ringjallën. Kanë më ringjallë një tokë tjetër.
Prej këtij varri do të ngritem edhe në këtë tokë. Por toka do të jetë e bardhë. Ne e shohim gjatë stilës vitit që ndryshon toka. E merr një pamje tjetër, apo shkon në shtet e shën një pamje këtë tjetër një tokë, këtë ndryshe. Kjo tokë do ta shndron Allahu në një pamje tjetër, është e bardhë. Në këtë do të ringjallem. Kjo toka mahsheri që ndodh shefati, mizani, llogaridhënia, edhe në këtë tokë do të ketë një haud, një pus të madh me ujë. Por burimi i këtij pusi, ujë që vjen, është pe xhenetit. Një burim xhenet që ka emrin Kauthar. Kauthar. Gjithë e dimë në surën e shkurt, inna atajnake Kauthar. Ne ta kemi dhënë ty Kautherin, vim do të përmendim. Pastaj thot Sheikh Rabia, pra 20 hadithe në Sahih Buhari dhe Muslim dhe wa baqiyatuha fi baqi dawawin as-sunnah. Hadithe tjera janë në sunenë tjera. Për shembull, Sunan Abu Dawud, Tirmidhi, Nesai dhe wa ma hadha thot megjithatë fa hunaka unasun min ahli ad-dalal. Ka njerëz që janë të devijuar. Wa hum al-khawarij, atan khawarijët وبعد المعتزلة ذا دي سانغا معتزلة لا يؤمنون بالحوض نوك بسوين حوض ولنذكر اسماء من جماعة من الصحابة شيء فرمان دي صار امت ديتار تيمام الصحابة كان ترانسميتو حديثنا حوض برشام انس بن مالك عبد الله بن عمر حارث بن وهب جندب بن عبد الله سهل بن سعد عائشة عقبة عبد الله بن مسعود أبو هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عباس كشتو مرة أمرت شمدي برمان شيخ ربيع ولنورد من أحاديث هؤلاء الأصحاب الكرام ما يحتمل هذا الشرح فتشتري برمان يمدس حديثا لي من حوض أنا أنس رضي الله عنه ترانسميتون غانيس رضي الله عنه حديث أشت أن صحيح مسلم كثن بيغمبي عليه الصلاة والسلام لما عرج بي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال كن يمغريت من شيل قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوفة thot e kam pa haudin ku brigjet e lumit haud janë brigjet e të cilit ishin të zbukuruara me kupolla të zbrasta, mirë po të gdhendura, me prej perle. Dhe me thonë margaritar, kultu, ma hadha ya Jibril, kam thënë që është kjo Jibril, pra kur e ka pa atë bukuri. Kale hadha al-Kauthar. Jibrili ka thënë kjo është Kautheri. Pra e ka pa burimin e haudit. Burimin e haudit. Pastaj hadithe tjera në vijim janë lidhje me haudin, që zbret në tokën e mahsherit. Ka thënë po ashtu Anas ibn Malik, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, inna qadra haudi, largësia në mes haudit tim, pra gjërësia, më fani, gjërësia e kësaj është, kama bejna Ejletin wa Sana'a al-Yemen, sa një qytet prej Jordanit, Ejle, është qytet në Jordan, afër detit Kush, wa inna fihi dherin Sana'a, kaq është gjërësia. Wa inna fihi min al-abariq ka'adad nujum as-sama. Enët janë sikur yjet e qiellit. Po ashtu an Uqbah ibn Amir, thot Uqbah ibn Amir, pejgamberi alayhis salatu wasalam kharaja yawman, ka dalë një ditë. Fa salla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Në ditën e Uhudit kur ka ndodhur shumë varrosje të shehidave, thumën saraf, pastaj është kthy pejgamberi alayhis salatu wasallam minber, pasi kanë vorros, faqala dhe ka thënë: inni faratun lakum, unë jam I pari që do të arrite haudi. Wa ana shahidun alaykum, dhe unë jam dëshmitar për ju, thot pejgamberi alayhis salatu wasallam. Wa inni wallah, thot pasha Allahun, la anzuru ila haudi al-an, tani po e shoh haudin. Pra pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka pa haudin, duke u shpjeguar sahabeve. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض فتمومو كان ذون تشيلسات الثسار توكس وإني والله ما شاء الله ثوت بيغامبر الصلاة والسلام ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي nuk kam frikë që ju do të bëni shirk pas vdekjes sime
walakin akhafu alaykum an tanafasu fiha. Mirë po, unë kam frikë që ju do të garoni për çështjet e dunjas, pra do t'ju mashtoj dunjaja. Kemi thënë, domethënë, mënyra se si shejtani mundohet ta devijoj njeriu. Kur i humb shpresat që po e devijon në shirk, ai kalon në bidat. Nëse bidat nuk mundet me deviju njeriu, ai kalon gjunahe të mëdha. Nëse edhe në gjunahe të mëdha nuk ka mundësi me deviju, ai kalon në tema që janë argëtuese, që janë të lejuara, mirë po nëse të prohen ato e humb njeriu. Domthonë shejtani nuk ndalet. Armiku i përbëtuar inna shejtane kana linsani aduwwan mubin. Shejtani është për njeriu armik i past, i qartë. Domethënë ai nuk ndalet se tentuari për ta devijuar njeriu. Wa Nabi Hurajra radhiyallahu anhu qal, transmetohet nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu, po ashtu hadithi është Muslim, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, inna hawdi ab'ad min aylatin min Adem. Pra gjërësia është, po ashtu siç u përmendën në hadith, nga ejli në Adem, lahu ashaddu bayadan min ath-thalj, është më i bardhë se sa bora. Wa ahla min al-asal bil-laban, është më i shijshëm se sa mjalta me çum që është e përzierë. Wa la aniyatuhu akthar min adad an-nujum, enet e ujit të haudit janë sikur yjet, më shumë se sa yjet. Wa inni la asuddu an-nas anhu kama yasuddu ar-rajul ibal an-nas an haudi. Dhe unë do t'i largoj njerëzit nga haudi, ashtu siç ai bariu i largon nga pusi vet ato devet apo delet që nuk kanë drejt me hinë territorin e tij. Pra kënd e largon pejgamberi alayhis salatu wasallam ata që kanë lënë sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Ata që kanë braktis, e kanë trautuar rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Al-Khawarij wal-Mu'tazila wal-Rawafid wal-Jahmiya wal-Murji'a, këta vetëm se dietar thonë, edhe përmend edhe Al-Fawzani, Allahu e ruaj, e përmend që këtu futen fraksionet që i largon pejgamberi alayhis salatu wasallam, që në vijim do të përmenden edhe hadithe tjera. Abdullah ibn Amr ibn al-As, transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, haudi mesirat ash-shahr. Gjërësia e haudit tim është sa me ecë një muaj. Ma'uhu abyad min al-laban, uji është më i bardhë se sa qumshti. Wa rihuhu atyab min al-misk, aroma, era e haudit është ma e mirë se sa e miskut. Wa kizanuhu ka nujumi as-sama, enet janë sikur yjet e qiellit, men shariba minha fala yadhma abada. Kush pin vetëm një herë ujë ku të pin, besimtari, asnjëherë mund nuk ka me u e çtu. Wa an Thawban, po ashtu nga Thawban, në Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, inni la bi'uqri haudi, unë do të qëndroj bi'uqri haudi, pra të vendi ku pije, të haudi, si me thonë, në pikën kryesore të haudit. Adhudu an-nas li ahli al-Yemen, i largoj njerëzit që më dhonë përparësi banorëve të Yemenit. Çka do thotë kjo? Sepse në atë periudhë të parë që kanë pranuar Islamin, që kanë ndihmuar Islamin, kanë qenë një pjesë e madhe e ansarëve kanë qenë të Yemenit. Këta përmendin dietarët arsyeja që të parë domethënë e dini që aq më shumë njeriu kontribon fenë e Allahut, aq më shumë ka pozitë madhe te Allahu. Edhe në dunja dhe në ahiret. Ai që e lexon Kur'anin këtë dunja duhet deli pari këtu me fal. Ai që është më i lexueshmi duhet lexoj pra i pari në xhami. Ai i cili luftën e Uhudit, pejgamberi sa ose kur s'ka pas, domethënë kon me shti përpara, cilin me shti përpara në varr, se s'ka pas edhe mundësi domethënë gjithë të varrosen vende të caktuara, ka thënë pejgamberi sa ose cili është i pari? Cili është i pari? Në Kur'an, kush ka lexuar më shumë Kur'an, kush ka qenë më praktikues? Filani e kanë fut parin, i kanë dhënë përparësi. Edhe gjatë jetës kur je i gjallë, edhe në gjatë vërreza, po edhe në ditën e gjykimit do të ngritesh në ditën e gjykimit. Shka thonë pejgamberi sa të ose më lexoj, aq sa ke lexuar Kur'an do të ngritesh në grada të larta, të shohë njerëzit. Aq shumë të shohin domosdoshmë sikur yjet në qiell. Njeriu e sheh yjet në qiell, po nuk mundesh me arrit ata. Kështu i sheh njerëzit ditën e gjykimit në largësi, domethënë nga
dhe kjo varet prej ibadetit. Për këtë, ehlul Yemen është përmend sepse e kanë përkrahur pejgamberin alayhis salam. Çka ka thonë Allahu në Kur'an, kuptimi i ajetit es-sabiqun al-awwalun, të parët që kanë prit parët. Awwalun min al-muhajirin wal ansar. Muhajirët e ansar. Pra vjen e parë muhajirët, pastaj ansarët. Pastaj përmenden më tej ata që kanë pranuar Islamin pas çlirimit të Mekkës. Pas lirimit të Mekkës, Allahu fund të ajetit i përshkruan se në të gjithë ka mirësi. Pra, el-mu'minu dhaif, el-mu'minu al-qawi, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. El-mu'minu al-qawi, besimtari që është i fortë, jo i fortë fizikisht, po i fortë në iman dhe në vepra dhe në sinqeritet, është më i mirë se sa muslimani që është i dot. Wa fi kullin khair. Po në gjithë ka khair. Në gjithë ka khair. Adribu bi asaje hatta yurfadda alejhim. Pra me shkop i largoj. Fesuila në ardhihi, qal, pas të e shpyt për po ashtu, gjitha hadithet përshkruhet po thuajse edhe gjërësia. Min maqami ila Umman, pra nga vendi ku jam deri në Umman. Wasuila në sharabi, është shpyt për sharabin, dhe më pijen e faqal, ashaddu biyadhan min al-laban, ka thonë është më i bardhë se sa qumshti, wa ahla min al-asal, dhe është më i ëmbël se sa mjalti. Jeguttu, kuptimi është, pra shpërthen vjen ai uji, do të thonë jeguttu, burimi vjen nga kush? Mizabani yemuddani min al-janna. Pra i ka dy gypa që shiten, që është duke ardhur uji prej fuqishëm nga xheneti. Nga xheneti. Ahaduhuma min dhahab wal akharu ahaduhuma min al-dhahab, njëri gyp pra që burimi që vjen prej xhenetit është nga ari, tjetri është nga wal akharu min waraq, nga argjendi. Katër, pra akhrajahu Muslim, Imam Muslimi nxjerr këtë hadith. Pastaj Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu thot Hudhaifa, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, walladhi nafsi biyadihi inni la adhudu anhu ar-rijal, pashat në dorën e të cilit të shpirti im, unë thot i largoj disa njerëz, kama yadhudu ar-rajulu al-ibla al-ghariba an hawdi, sikur njeriu që largon ibl, devet nga pusi i tij. Qalu ya Rasulullah, kanë thonë o i dërguari i Allahut, kejfe ta'rifuna? Ja Rasulullah, wa ta'rifuna, o i dërguari i Allahut, ana njehni në ditën e gjykimit, ana njihim na, do të thonë sahabët. Qala na'am, ka thonë po, tariduna alayya gharran muhajjalina min athar al-wudu. Ju shndrit fytyra, pra prej ballit që keni në sejdë. Vren besimtarët. Leysat li ahadi ghayrikum. Thot Sheikh Rabi ibn Hadi rahimahullah. Unasun yudhadun anil hawd. Kush janë ta njerëz që largohen nga haudi? An Anas radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala, transmetohet nga Anas, hadithi është në Buhari dhe Muslim. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, la yuraddanna alayhi al-hawd rijalun min sahibani. Do të largohen nga haudi njerëz që më kanë shoqëruar. Hatta idha ra'aytuhum rufi'u ilayya ikhtuliju duni. Derisa ata ngresin kokën ditën e gjykimit, edhe mbesin të hutuar, pra nuk mund të arrin të haudi. Fala aqulanna, unë do thëmë, ja Rab, usajhabi, ku janë ata që më kanë shoqëru? Fala yuqalanna li, do të më thuat mua, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk e din se çka ka ndodhur ata pas vdekjes tënde. Ktu bëhet fjalë, këtu kush futet këtë hadith? Futen murtedin, ehlur ridda. Ata që janë ehlur ridda, pra renegatët, ata që kanë dalë për Islamin. Ka njerëz që kanë pranuar Islamin, me thonë, si që përshkruan Allahu, që njerëz buzë gërminës. Nëse i ndodh diçka, si ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një pjesë e madhe kabileve dhe grupeve arabe i kanë shkput lidhjen me muslimanët dhe kanë ndalë për Islam. Ka qenë një fitnë e madhe pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe Allahu e ka bërë sebeb Omer Ebu Bekrin radiallahu anhu vendoshmëria e tij, edhe qëndrueshmëria e tij që me u fuqizu muslimanët, sepse ka qenë një moment
Kur shumë njerëz domethënë kanë hyrë në Islam, pa kuptuar mirë Islamin, apo disa kanë dalë sepse udhëzimi është në dorë të Allahut. Pra çdo herë njerëzit e këqin bojnë fesad dhe i kanë nxit njerëz mu largu për Islamit për shkak të zeqatit. Për shkak të zeqatit. Atë ka qenë pikë ndihshme, saqë Omer radiallahu anhu ka thonë ta vështrojmë i ka thonë Ebu Bekrit ta vështrojmë pak çështjen se këta njerëz që dinë shahadet. Por e ka qelluar Ebu Bekri radiallahu anhu këtë çështje. Dhe a dini çfarë rrethana ka qenë? Rrethana ka qenë që pejgamberi alayhis salatu wassalam para si me vdek e ka Usame ibn Zeidin, e ka caktuar një djalë të ri me qenë udhëhec i ushtrisë munis për më shumë me luftu me Romak. Edhe u shnis, ka ecë disa ditë Usame ibn Zeid, me ushtri, pej Medinë u nis. Ka vdek pejgamberi alayhis salatu wassalam, ushtria nuk është në Medinë. U nis Usame dhe kanë diskutuar sahabët, çfarë të veprojmë ne, ata kthejmë Usamen apo të vazhdon Usame, ka qenë një moment i sikletshëm, jo lehtë për të vendosur. Po çështja e mbrojtjes Medinës, është çështja e mbrojtjes Islamit. Dhe këtu ka hezituar Omer radiallahu anhu, çka të veprojmë? Çka ka thonë Ebu Bekr radiallahu anhu? Imani, pra fuqia e imanit vendos mbi logjikën. Sepse nganjëherë njeriu i vendos, sikur Abdullah ibn Rawaha, kur e nis luftën e Motës, shumica sahabë kanë thonë po kthehem. Abdullah ibn Rawaha ka thonë na i nis ose shahad ose fitore, domthonë ka vendos. Ai u bë sebeb edhe ju nis pastaj. Pra imani fort, vendosmëria e fortë. Ebu Bekrit radiallahu anhu ka thonë, atë kërpesh ka thonë, kërpesh të më thonë të kafshës, deves, që ja ka dhonë Usame ibn Zeidit, apo atë flamur që ja ka dhonë për më unis gjihad, Usame ibn Zeid, po e rikthej unë, ka unë kjo kur s'ka më dhonë. Usame ja vetëm ka me vazhdu me bo gjihad me Romakë. Dhe një nga shkaqet më të mëdha që në friksurën e gatët është vazhdimi i Usames me shku me luftu. Kanë thonë këta, po luftojnë me Romakën në to rrethana, ne na shkatrojnë krejt. Ju ka fut, do me thonë, frikën palës, si me thonë, pabesimtarëve renegatëve. Dhe një nga shkaqet e fitores ka qenë që vazhdimi i Usames në betejën që kalon pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kush janë ata pra cilët nuk do të pinë në haudhën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, janë vijën e parë ata që kanë dalë për Islam. Pra, kohën e pejgamberit alayhis salam dhe ata nuk janë sahabe. Jo rastësisht sahabët përshkruan nga selefi, nga dietarët, kush është sahabi, ai i cili e ka pranuar Islamin, ne. Ai i cili kushti i dytë e ka pa pejgamberin alayhis salatu wassalam qoftë në një çast, 2 dhe 3 ai që ka vdekur në Islam. Ai që ka vdekur. Pra ata që kanë dalë prej nuk janë sahabe. Ata që se kanë taku pejgamberin sa nuk janë sahabe. Dhe ata që e kanë pasur Abdullah ibn Seluli dhe nuk e kanë besu nuk janë sahabe. Pra, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk e din çka ka ndodhur pas teje. Apo innaka la tadri ma amilu ba'dak ma zalu yarji'una ala aqabihim. Përderisa ata kanë vazhduar u kthyen në devijimin e tyre. Thot Sheikh Rabia rahimahullah, وهذه الأحاديث الواردة في الذين يطردون عن الحوض ثوت يحملها الروافض الخبثاء على أصحاب محمد. Thot Sheikhu, këto hadithe që flasin për haudhin, të prishurit, të fliqurit, rafidat, këto hadithe i marrin dhe i flasin për shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Qabbaha Allahu ar-rawafid, Allahu i poshtrof, wa akhzahum يحملونها مثل هذه الحديث على أفضل الخلق. I marrin këto argumente, këto hadithe dhe i vendosin mbi sahabët e pejgamberit sa njerëzit më të mirë fytyrën e tokës. Wa inma hadha fi aqwamin irtaddu. Këto hadithe flasin për njerëz që kanë dalë për Islam. Wa haulai laysa bis sahaba. Këta nuk janë sahabe. Lihadha qal, për këtë Allah i thuhet pejgamberit e sa ditën innaka la tadri, ti nuk e din. Ma ahdathu ba'dak, çka kanë bëu ata pas teje. Was sahabatu ma ahdathu ba'da nabi. A kanë shpik diçka sahabët pas pejgamberit e sa? Pra është të qartësuar në hadith, i thuhet pejgamberit alayhis salatu wassalam, ata të cilët nuk do të pinë në haudhin janë tën, ata të cilët kanë shpikur pas vdekjes tonë. Kush janë ata që kanë shpik? Sahabët? A sahabët kanë shpik?
A sahabët kanë ndryshu fjalën e Allahut? Bel nasharu dinahu, madje ata kanë përhap fenë e tij, wa ballaghahu risalata, e kanë përhap shpalljen ala wajhiha, në formën më të mirë, si kalon pejgamberi alayhis salam. Wa yuhmalu al-hadith idha, hadithi po ashtu mund të kuptohet drejt dhe sakt ala ahli al-bid'ah wa ala ra'sihim ar-rawafid. Pikrisht tu përfshihen, thot, mund të futen pasues të bidatit dhe në vijën e parën rafid. Vijën e parën rafid. Pse? Pse në rafidat vijën e parë? Li'annahum ahdathu fi dinillah. Sepse këta kanë shpik në fenë Allah. Ahdathu këshia kathira. Gjërat më të shëmtuara i kanë shpik ata. Ta'til sifatillah, duke i mohu cilësitë e Allahut. Pastaj duke thirrur në shirk të madh, min dua ghayrillah, duke u lutur dikujt tjetër posa Allahut, wal istighathatu bi ghayrillah, duke kërkuar ndihmë nga dikush tjetër posa Allahut, wa dhabhu li ghayrillah, duke prej kurbane jashtë Allahut, jo për Allahun, wa nadhar li ghayri dhalika min al ibadat, edhe ibadetet ndryshme që i largojnë nga adhurimi ndaj Allahut. Wa kathir min haula al ghulat fil bid'a, dhe shumica këtyre rafidha e kanë bindje apo devijuesve, e kanë bindje që evlijat e tyre thojza pra annahum ya'lamun al-ghayb, pretendojnë që dinë fshehtë. Wa yatasarrafuna fil kawn, dhe kanë ndikim në çështjet e kosmosit. Kështu kanë bindje rafidha. Wa minhum man yaqul bi wahdati al-wujud, për tyre ka që thonë wahdatu al-wujud, pra çdo sa është Allah. Wa minhum man yaqul bi wahdati al-adyan, sa për tyre thonë unifikimi i feve, pra të gjitha fetë një fe, wa hurriyatul adyan, apo e drejta për të besuar, apo liria. Këtu tani, kjo është një pika më të ndihshme që thirrësit e konsiderojnë të lehtë. Kjo është një pikë kufriate. Pikë kufriate të mëdha është liria për zgjedhur çka të don njeriu nga besimi. Si ta thotë këtë fjalë hoxha, kjo fjalë është kufër. Si fjalë është dalje prej feje. Pra, me thonë çdo kush ka drejt me zgjedh çka të don. Vetëm kjo si shprehje, pavarësisht se ne nuk themi që ai është kafir, apo nuk e nxjerrim, apo nuk gjykojmë për të sepse ose e bën nga xehli, por si shprehje, njeriu i cili thot, sepse këta argumentojnë me argumente nga Kurani, por nuk ja japin kuptimin e drejtë. Për shembull, thonë Kurani, thot Allahu, kush do le të besoj e kush do mos të besoj, është i lirë njeriu, jo. Ajeti thot, kush do le të besoj, kush do mos të besoj. Ata që s'besojnë do t'i prej zjarrit. Vazhdoj edhe këtë ajet. Apo vazhdoj ajetin deri në fund. Pastaj Allahu e përshkruan në mënyrën shumë qartë se si ujë të varr do të pinë banorët e zjarrit. Ata që tipi ju thu kush do që të besoj, kush do që mos besoj. Pastaj thot Sheikh Rabia, wa hunaka unasun yunkirun al-hawda, dhe ka prej atyre të cilët e mohojnë haudhin. Edhe një çështje shumë interesante të Sheikh Rabia përmend, mos ta harroj. Thumma in ar-rawafidha. Rafidha thot la yu'minuna bil hadith allati yurwiha as-sahaba. Thot rafidhat nuk i besojnë hadithet që vijnë prej sahabëve, apo asnjë hadith nuk e pranojnë që vjen prej sahabëve, rafidha. Këto hadithe i pranojnë. Pra argumentojnë me këto hadithe të Bukharit, të Muslim edhe që i kanë transmetuar sahabët. Domethënë është krejtësisht të qartë se rafidhat janë pra në rrugën e devijuar, apo janë të devijuar, apo thënë qartë, rafidhat, kush ka bidë rafidhat me po të këtyre sahabët, këta nuk janë muslimanë. Kemi përmend disa herë që shijat janë muslimanë. Po shijat në terminologjinë e ehlis sunetit, të selefit, të ulemat, kur thuhet shijat është për qëllim ata që japin përparësi khilafetit të Aliut para Uthmanit. Kjo nuk nxjerr prej feje. Pra nëse një njeri ka bindje që me thonë se Aliu është më i mirë se sa Uthmani, kjo nuk e nxjerr njerin prej feje. Pra për shta kanë thonë fi të shëju, ka të shëju. Në mënyrë graduale ka ardhur deri tek devijimi i madh, dhe kush e bën sahabët të këfir, Abu Aisha radiallahu anha, ajo është pabesimtar. Dhe në mesin e fraksioneve të shiizmit, të shijave, është edhe një grup që quhet rafidha. E këta janë kufar. Po thuaj se shumica e shijave të sotëm nuk janë shija që është për qëllim të ehli sunetit. Por këta janë rafidha, janë rafidi. Dhe këtu
këto e bojnë një farë taktike mashtruese pasues të bidatit për të ikur realiteti. Ama ahli sunna, thot shekhu, yu'minuna bil hawd, e besojnë haudin, wa yu'minuna bil shafa'a, e besojnë shafatin. ويؤمنون بهذه الأمور التي لا يعترف بها كثير من أهل الضلال. Pra I besojnë këto çështje që shumica e pasuesve të bidat nuk i besojnë. Waliyadu billah, Allah na ruaj prej kësaj. Kel mu'tazila wal khawarij, sikur janë mu'tazila dhe khawarij. ويؤمنون بالكوثر, thot sheikhu, Allah mëshiroft, edhe besojnë në Kautherin. Çka është Kautheri? Fil Kauthar, sa i përket Kautherit, pra është burimi i xhenetit. Allahu ka thënë inna a'tainaka al-Kauthar, ne ta kemi dhënë ty Kautherin o Muhammed. Fasalli li rabbika wanhar. Falu dhe për Zotin tënd prej kurban. Inna shani'aka huwa al-abtar. Me të vërtetë, çështja jote është abtar. Pra bëhet fjalë këtu për një mushrik, për që e përmenda këtë ajet, këtu bëhet fjalë për një mushrik që ka pas shumë fëmijë, edhe pejgamberit alayhis salam i kanë vdekë djem. Pejgamberit alayhis salam i kanë vdekë djem. Dhe ai e ka quajt abtar. Abtar një njëri që s'ka kanë rritë fëmija, s'ka pas djem. Dhe zakonisht në gjahilije, po edhe në kohët e sot me njeriu që nuk ka djem, pak e njerëzit sikur mundohen mja ullë autoriteti. Kjo është gjahilije, gjahilet, ignorancë. Po si shtë Sheikh Fuzani, një vajzë mund tjetë më e mirë se sa 1000 djem. Sikur familjes e Ali Imran, i ka lind, kush i ka lind? Ka lind Mërjemi. Nana e saj ka thonë, ka me lind këtë djalë që po me lind, ko me lonë Mesjid al-Aqsa, me shërby, ka lind vajzë, ka lind Mërjemi. Allah përmend Kur'an, të lejse dhe nuk është burri si gruaja. Pra mashkulli si femër nuk e kanë njëjtin fuqi, njëjtin ndikim. Dhe këtu nuk i hit në hak femrës, po kjo është drejtësia e Islamit. Drejtësi për të dytë, por jo barazi. Ky mushrik i ka pas shumë djem. Edhe ka thonë do t'i humb nami pejgamberit alayhis salam. Do të harrohet ky njeri, s'ka pas djem, s'ka pas fuqi. Edhe Allahu e ka përmend se ty do të humbet nami. Ka mbeti i humbur. Që ka përmend fare te pejgamberi alayhis salam. Çka ka thonë Allahu wa rafa'na laka dhikrak. Ne ta kemi ngrit lart ty autoritetin, namin ton. Pra mi pejgamberit alayhis salam në qiell, në dunja, në ahiret, në varr, çdo njeri si përfaqen e tokës, shef des, pyetja e parë që bëhet kush është Zoti yt, pastaj kush është pejgamberi yt. Allah ka ngrit pejgamberin alayhis salam. Pra në dunja, në zani, salavatet, gjitha ato, emri pejgamberit alayhis salam, nami i tij, mesin e të gjithë krijesave, i pari që ka murin gjallë. Muhamedi alayhis salam, i pari që ka me trugit në xhenet, i pari që ka me qenë haud. Pra shefati i madh. Pas çdo ezani themi Allah bëjmë dua për pejgamberin sa më ngrit në gradën në shefatin e madh. Maqam Mahmud. Aghfa ar-rasul ighfa'an, thumma rafa ra'sahu mutabassiman fas'alu. Një ditë prej ditëve pejgamberi sa ka ngrit kokën duke buzëqesh. Hadithi e përmend Muslimi. Kitab as-salah. Limadha dahikti ya Rasulullah, kanë thënë sahabët, pse po qesh o i dërguari i Allah, pse po buzëqesh o i dërguari i Allah? Qal inna Allah anzala alayya suratan 'azima. Vërtet Zoti im ka zbritur një sure madhështore. Suratan 'azima, një sure madhështore, e madhe, që ne i thojmë sure shkurt. Thumma qara'aha alayhim, pastaj ka citu inna a'tainaka al-Kauthar, ne ta kemi dhënë Kauthar. Kauthar, pra burim xhennet. Thumma qal hal tadruna ma al-Kauthar? Pastaj ka thonë, a dini ju çka është Kautheri? Ata i kanë thonë Allah dhe i dërguari i tij. Qal huwa nahrun a'tani rabbi, ma ka dhënë lum xhennet, pra lum. Preti lumi i zbret në tokën e mahsherit. Alayhi khairun kathir, ka mirësi të mëdha. Pra Kauthar, çka do të thonë Kauthar? Kauthar, kuptimi i këtij burimi Kauthar, mirësi e madhe. Pra është mirësi e madhe saqë do të pinë njerëzit ditën e gjykimit ujë. Pastaj yuraddu alayhi ummati yawm al-qiyamah, pra do të vinë pasues nga ummeti im, aniyatuhu, pra ene do të ketë sa sikur yjet, yahtaliju al-'abdu minhu fa aqul ya rabbi. Pastaj përmend hadithin që përmendëm më herët që ata
që nuk janë rrugën e tij, nuk do të pinë prej ujit. Këtu e përmend Sheikh Rabia përmend një mesele. Cila është e mesele? Thot, u yakhtalifu ahli sunna fi at-tartib. Ahli sunneti kanë mos pajtime apo a mirë thënë, mendime të ndryshme se radhitjet e ngjarjeve ditën e gjykimit. Pra kur të ringjallemi, a ka më ndodhur shefati ndërmjetësimi, a ka më ndodhur peshore me matë veprat tona, a ka më ndodhur siratit, a ka më ndodhur haudhi, apo siç është shenjat e mëdha të kiametit. Disa janë qartësuara në hadith se e para do të shfaqet Dejjalli, apo do shfaqet Dejjalli, pastaj Yejujët dhe Mejujët do të shfaqet Dejjalli, Isa alayhis salam, Yejujët dhe Mejujët. Këto janë të radhitura saktësisht në hadith. Por ato ndodh për shembull lindja e diellit perëndim, shfaqja e kafshës. Këtu dietarët i përmendin mendime të ndryshme. E kështu është edhe për radhitjen ditën e gjykimit e ndodhive të mëdha. Ahwal yawm al-qiyamah. Dhe Imam Buhari ka një mendim. Thot: Al-hawd كما يقال الحافظ يشير في الترتيب حافظ البخاري أن الحوض بعد الصراط. Thot haudhi është mas urës së siratit. Mas ta kalojmë në orën e siratit, Imam Buhari thot, mas ta kalojmë në orën e siratit do të shfaqet haudhi. Wa ba'da al-hisab dhe pas llogaridhënies. Wa ba'da hadhihi al-ashya. Mirë, po shumica i thonë ky mendim nuk është i saktë. Shumica i thonë nuk është i saktë. Dhe shumica e dietarëve aludojnë se e para që do të jetë haudhi. Se dhe argumentojnë që njerëzit kur të ringjallin janë të edur. Janë të edur. Për shembull, ka një hadith kur Tirmidhiu e përmend, yud'a al-yahud, thirrën jehudet, yuqala lahum, ju thuhet jahudive, madha kuntum, argument që do të jenë të edur, të etshëm. Ma kuntum ta'budun, çka keni adhuruar jahudi? Qalu kunna na'budu Uzairan. Thot ne kemi adhuruar Uzairin, ibn Allah, djalin e Allahut, ashtu pretendojnë. Fe yuqalu lahum kadhabtum. Ju thuhet atyre, pra po gënjeni se pra Allahu nuk e ka lejuar gjë të tillë. Mattakhadha Allahu min sahibatin wala walad. Allahu nuk ka planuar që të mirët askush për shok as për fëmijë. Sillen krishterët, po ashtu ata do thonë Isa alayhis salam. Dhe pra argument që ata do të kenë faqalu atashna rabbuna, do të thonë o Zoti ynë ne jemi e çtuar. Fasqina, na jep, na mundso me pi ujë. Fa yusharu alla turun, dhe do t'ju thuhet a nuk dëshironi, fa yuhsharu ila an-nar ka'annaha surabun yahtamu ba'du, abada do të hudhen zjarr. Do të hudhen zjarr. Pra kemi thënë hadith, kemi përmend hadithet. Law kanat ad-dunya, pra sikur dunjaja do të kishte pesh, sikur të kishte pesh te Allahu, qoftë edhe sa një krah i mizës. Ma saqa kafirun shurbatan. As një pikë ujë s'kishte me pikë kafiri në këtë dunjë. Pra me pas dunjaja vlerë, që garojmë në për këtë dunjë, me pas vlerë, sa ka një pesh, një krah i mizës, do t'ja mundson të Allah dhe për këtë pabesimtari nuk do të pinë ujë të ftohtë, nuk do të pinë këtë dunjë, pinë. Pra i shohim edhe vendet e kufarëve pabesimtarë janë më të bukura, ju jep Allahu bukuritë kësaj dunjaje, dikuj Allah i jep shumë të mirat kësaj dunjaje, por ditën e gjykimit ai nuk e meriton asgjë. Për këtë, e çka e marrin argumento që e çtohen pra, para se të llogariten, para se të ndodh mizani, ura siratit, ndodh haudhi. Allahu alem. Dhe për fund, fjala e që përmendëm në fillim, fjala e walikulli nebiin haud, fjala autorit Imam Barbahari. Walikulli nebiin haud, çdo pejgamber ka haud, pra nga një pus. Illa salihun, përveç salihut, an-nabi alayhi salam,
përveç salihut I cili haudi ti është dir'un naqatihi, pra qumshti I devës së tij. Thot Sheikh Rabia, amma rahimullah, amma li kulli nabiyyin haud fa sahih. Fjala autorit, çto ana li kulli nabiyyin haud, çdo pejgamber ka me pas një haud. Çdo pejgamber ka me pas një haud. Kjo është sahih. Argument për këtë është, më kujtua një kritik që ka bënë një xahil në Kosovë, kur e kritikon Imam Barbaharin, realisht ai po të kishte dije, do të thonte, ky është hadithi që ka përmend autori, hadithi shpifur. Është hadithi shpifur, se këta nuk janë të pagabushëm dietarë. Mund të ndodhë, pra Muwatta është me hadithet shpifura, jo me hadithet shpifura. Muwatta mund të ketë hadithet dobta. Sunen I Tirmidhi, Ibn Majah, për këta dietarë kanë bërë kontribut madh me ndihmu këtyre me çarçu këto hadithe. Pse në hadithet më të sakta të Buhari dhe Muslim, sepse ata janë përqendruar vetëm Sahih Muslim dhe Buhari me qenë vetëm hadithet të sakta. Pra, Imam Barbahari ka gabu, po të ishte ai I dijes, të paktën do ta shkruante, do thonte, ja, ky është një hadith I shpifur. Por nuk jep Allahu sukses pasuesve të bidatit, domethënë, po janë ata dietarët e sunetit, pra dietarët pse I marrin këto shpjegime? Pse shpjegojnë këto libra? Pse na merren fokusohen? Pse na si talebe I marrim shpjegimet e Fauzanit, e ulemave të tjerë, të Sheikh Rabisit, dietarëve të tjerë? Pse? Sepse ata neve na ndihmojnë në kuptimin e librave. Kuptimin e librave. Dietarëve të Muhammed ibn Abdul Wahhab, sa tekste kanë herë na duken qarta, mirë po në meditim, thellim kuptimit e kuptojmë që nuk I kemi kuptuar drejt. Dhe çka thot Sheikh Rabia? Çdo pejgamber është hadithi sahih, inna li kulli nabiyyin hawdan, çdo pejgamber ka haud, wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar warida, pra që secili do të lavdrohet ditën e gjykimit me pasuesit e vet, do të jetë I lumtur. Wa inni arju an akuna aktharuhum warida. Thot pejgamberi sa mund shpresoj që më shumë që do të kem në ditën e gjykimit. Dërsa fjala illa salih, përveç salihut, thot mawdu, pra që ka haudin qumshtin e deves, kjo është hadith mawdu. Çka do të thonë mawdu? I shpifur. Imam al-Uqayli e ka një libër që quhet ad-du'afa, të dobti, transmetues të dobt. Aty e ka përmend që ky Uqayli mësohet në kuliet hadith, fakultet hadithi. Imam Uqayli në du'afa e ka përmend këtë, se kjo është hadith I shpifur. Dhe Ibn al-Jawzi e ka një libër që quhet al-Mawdu'at, hadithet e shpifur. Edhe aty është, a dini cili është dallimin mes hadithit dobt dhe hadithit shpifur? Hadithi dobt e ka bazën, mund të jetë në Buhari, mund të jetë Ibn Majah, për shembull, mund të jetë Musnad Imam Ahmedit. Edhe zinxhirin e ka në rregull. Pra transmetohet prej filanit, nuk prej filanit, mirë po, në shiqim parë duket zinxhiri në rregull. Mirë po, me studimin e këtij hadithi gjejmë që filan dietari, transmetues, nuk është taku me dietarin tjetër. Apo, ky transmetues ka dobësi dhe nuk ka, është yutehemu, akuzohet dhe nuk merret prej tij. Edhe shkon duke ra hadithin në gradën e hadithit dobt. Edhe nuk punohet me to. Hadithi I shpifur është ku si gjen bazë fare, nuk I gjen temele, ose nuk ka zinxhir. Është hadith I shpifur, pra. Hadith I shpifur. Dhe një prej metodave që vret hadithi I shpifur është në tekst. Pra me dy mënyra, me njëherë gjejnë hadithin, si përmend Ibn al-Qayyim, hadithin e shpifur e gjejnë me dy metoda. E para, dietarët shumicën e rasteve në tekst e kuptojnë. Sepse teksti bjen ndesh me hadithe tjera, me ajete dhe mishkatun nubuwe, pra ajo drita e wahjit nuk vret në atë hadith. Me thonë, shpesh herë dëgjojmë kur të kallëzojnë njerëz që s'kan dije. Është shumë interesant, njerëz që janë brumosur me dije, si t'ja nisin me thonë, ka thonë një hadith, patjetër ka me përmend një hadith, ose dobt, ose shumë prej rasteve, hadith I shpifur. Dhe e dyta në zinxhir, më njëherë sened, sepse hadithi përbehet prej dyve, meten edhe sened. Sened do me thonë zinxhiri, transmetuese, meten do me thonë teksti.
Kjo është sa i përket sonte el-imanu bi shafa'a, dersin e vim do të jetë shefati i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Lutim Allahun të na mundsoj që të jemi për atyre të cilëve e pim nga haudhi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ju lutja jonë e fundit është falënderimi tek Allahu sallallahu alaihi wasallam. Katërte, 5 minuta, pak gjatë pas një muaj, po